Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush ngjarjet dhe dinamikat më të fundit të gjithë artistëve, të gjithë reality show që do të startojnë ditë pas dite. Në fakt jemi me ankth duke pritur se kur do të startoj Big Brother VIP Kosova. Kush do t'jenë banorët, kush do të hapën dyert e shtëpisë që përflitet më së shumti në shqiptari. Deri më tani kemi arritur të zbulojmë se bëhet fjalë për një shtëpi krejtësisht ndryshe nga vitet e tjera. Do me thënë një investim gjigant, një investim tepër i madh nga vëllau i madh, ashtu siç e ka edhe emrin. Pjesë të reja të shtëpisë që nuk i kemi parë kur më parë, që do me thënë nënkupton dhe konfirmon që do të ketë sfida të reja, do të ketë lojra të reja, do të ketë pozicione të reja të banorëve të cilët do të jenë pjesë e këtij kasti, do të ketë sfida më të rënda dhe ndoshta çmimi i madh do të ketë ndryshim, do të jetë më i madh. Por pikpyetja e madhe që ta mban të gjithëve në ankth tashmë që zbuluam se kush do t'jenë moderatorët, në këtë rast do t'jetë Alaudin Hamiti dhe Jonida Vokshi, dy moderatorët të vazhdueshëm të këtij Big Brotherit. Unë kam thënë nuk do të kishte hije dhe shije në qoftë se do të vinte një figurë e re, sepse mendoj që publiku është familiarizuar më me Jonidën edhe me Alaudin Hamitin dhe e presin me shumë dashuri, e presin me shumë emocion momentin kur Jonida dhe Alaudini të ngjiten në skenën gjigante që ka Big Brotheri. Por ne kemi arritur që të zbulojmë se kush është banori i parë i cili do të jetë pjesë e këtij spektakli që do të na dhurojë një dashuri të madhe nga e hëna në të diel, me patjetër edhe prajmet që do të jenë në ditë të caktuara. Është një artiste që vite më herët i ka dhënë shumë artit shqiptar. Rrjedh nga një familje artistësh që kanë bërë revolucionin. Nëna e tyre është mbështetësja e tyre më e madhe. Bëhet fjalë për një vajzë e cila me artin e saj, me formën se si ka ardhur, na ka lënë të gjithëve pa fjalë, por pati një shkëputje shumë të madhe. Do të thënë, shkëputjen e pati me vite të tëra, ndërtoi familjen e saj, solli në jetë fëmijë, ju përkushtua familjes dhe tani e mendon që është momenti që ajo të rikthehet më fuqishëm se kur dhe tek publiku shqiptar të sjellën atë hijeshin, atë bukurinë që e solli vite më herët. Do të kthehemi në shumë vite, do kthehemi në retrospektiv. Bëhet fjalë për motrën e divës shqiptare Adelina Ismailit, Zanfina Ismaili, banorja e parë e cila do të hap dyert e shtëpisë së Big Brotherit. Do me thënë nga burimet të afërta me reality show Big Brother, kemi arritur të kuptojmë që Zanfina Ismaili do të jetë një nga banorët të këtij Big Brotheri, mbi të cilën do të shohim shumë histori, do të shohim arsyen e gjithë këtyre viteve mungesë në artin shqiptar. Zanfina ka qenë diva shqiptare dikur dhe vazhdon të mbetet në qoftë se futemi të dëgjojmë këngët në YouTube, dhe një rikthim që do të jetë rikthim dinjitos. Në fakt e pres me shumë dashuri hyrjen e Zanfinës në shtëpi dhe lojën e saj. Banori i dytë, i cili tashmë nga burimet të afërta le të themi është i konfirmuar, është një gazetar që vitin e kaluar ka bërë namin duke raportuar lajme rreth informacioneve të ndryshme lidhur me Big Brother, VIP Kosovën dhe atë Shqipërinë. Domethënë hyrja e Xhenetës, e mundshme, e pamundshme, përballja me Gjestin e gjëra të këtilla. Besoj që e njihni, është një emër shumë i komentuar në showbizin shqiptar. Bëhet fjalë për Lorik Kajtazin. Loriku pritet që të jetë pjesë e kastit të Big Brother VIP Kosova, më falni, 4. Më thënë Loriku, gazetari i mëngjesit, gazetari i showbizit, një djalë i cili në TikTok na falën gjithmonë dashuri, na falën pozitivitet, na falën energji të bukur, do të jetë pjesë e këtij kasti. Dhe banori i tretë, i cili përflitet që do të jetë pjesë e Big Brother edhe pse bëri një show të papar, bëri një
do me thënë krijojti një kurreshtje publike para se ty, edhe pse ka patur përplasje me Olsa Muhamedin, thuhet që ka nënshkruar kontratën për të qenë pjesë e shtëpisë së Big Brotherit, edhe këngëtari tashmë i njohur për të gjithë shqiptarët, Labinot Rexha. Do të thënë Labinot Rexha pritet që të jetë njëri nga banorët të cilët do të jenë pjesë e këtij kasti që do të na japi një spektakël të papar për muaj të tërë dhe pretendent për të fituar edhe çmimin e madh. Në një intervistë Labinoti nuk i ka sqaruar gjërat a do të jetë apo nuk do të jetë pjesë e shtëpisë Big Brother VIP Kosova. Siç duket nga informacionet që un kam arritur të marr nga burime të afërta me televizionin Klan, do të thënë thuhet që edhe Labinoti do të jetë, besoj që do të jetë një treshe fantastike, sidomos Labinoti mendoj që ja vlen për një reality show të këtill, sepse është një djalë me shumë potencial, është një artist shumë dimensional që nuk flas për këngë, domethënë është i mrekullueshëm në formën e këndimit, teknikën e vokalistike etj, por flas për këtë pjesën tjetër që domethënë është artist i lindur në shumë dimensione dhe mendoj që do të ishte një fenomen i ri në Big Brother që do të pasiononte publikun për lojën që do të bënte, për strategjinë që do të përzgjidhte. Domethënë e shoh shumë gati për një reality show apo për një rrugtim të këtill, edhe pse shumë prej ato të cilëve janë pjesë e këtij reality show nuk e gjejnë veten dhe nuk janë gati për këtë spektakël. Dua të marr mendimin tuaj si u duken këto tre emrat e parë, të cilët jenë, kuptohet, jo zyrtar akoma.